Në 7 maj janë zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Kavaj. Partia Socialiste kandidon me Klodian Shehin, ndërkohë që është edhe një kandidat i pavarur, Astrid Haka. Kur kanë mbitur mbi 2 javë nga zgjedhjet për kryetar të Bashkisë, Kavaja vetëm atmosfera elektorale nuk ka. Rrugëve mungojnë flamujt dhe banderolet e partive, megjithatë socialistët po bëhen gati për votime. Klodian Shehi është kandidati i majt që ka nisur takimet me zgjedhësit. Të bësh një punë për 6 vite, një punë që nuk është bërë për gati 20 vite, me fjalë nuk është e pakët, domethënë ke bërë goxha punë për këto 6 vite, por projektet e cilët janë në vazhdim dhe projektet e reja të cilat nuk do të mungojnë Kavajat, sepse është dhe motoja ime që krahas projekteve në vazhdim, projekte të shumta të jenë në qytetin e Kavajës, duke filluar që nga zona më të largët deri në qendër qytetit. Por Shehi nuk është i vetëm në garë. Për Ballti do t'jeti pavarur i Astrid Haka, megjithse nuk ka një rival demokrat në garë. Kandidati socialist mendon se votimet do t'jenë të qeta dhe se protesta e thirrur nga opozita ditën e zgjedhjeve nuk do të ndikojë as pak në proces. Në datë 7 maj nuk lejohen as mitingjet, as tubimet dhe nuk lejohet asnjë lloj manifestimi për të bërë të mundur që votuesit të shkojnë pranë shpitës votimit të lihet i lirë të bëjë zgjedhjen e duhur. Tensione politike kam dëgjuar se jetojmë në këtë, por mendoj se do mbesim te tensione politike dhe nuk e meriton Kavaja diçka të tillë për faktin se Kavaja ka ditur të zgjedhë dhe ka ditur të votojë dhe në momente kur ka pasur me të vërtetë tensione. Jo, sot realisht që nuk kemi pse të shkojmë në ato. Nëse nga krahu i mazhorancës ka nisur prej ditësh puna, aktiviteti politik për zgjedhjet e 7 majit, nëse linja e degës së Partisë Demokratike në Kavaj ka heshtje. Qytetarët e Kavajës duket se janë të ndarë për çka duhet dhe çka pritet të ndodhë më 7 maj, ditën kur ata do u drejtojnë kutive të votimit, por edhe kur në sheshin kryesor, opozita do të zhvillojë tubimin e protestës. Si gjithë zgjedhjet janë normale, asnjë gjë më tepër. Besoni se mund të ketë përplasje, opozita ka paralajmëruar një miting. Normale, Kavaja nuk është qytet i përplasjeve. Kavaja është me paqe. Ne do përgatitim për të shkuar në zgjedhje. Tani se ka ndërmend opozita, është problem tjetër. Këtu do jemi, do shikojmë, po mendoj se do zbatohen ligjet edhe nga opozita. I druani një përplasje? Absolutisht jo. Populli shkoshen për çdo gjë. Pa opozitën me fjalë nuk hym zgjedhje qyteti i Kavajës. Protesta do të bëhet nga opozita, sepse qyteti i Kavajës nuk njeh zgjedhje. Ne problemin ne kina me këtë kryeministër, me këtë mafioz. Ne nuk kina probleme fare me bashkinë, bashkia është atyve, ato ta gëzojnë bashkinë. Me ikin e kryeministrit, bëhet zgjedhje të lira dhe të ndershme. Më 7 maj në 15 qendra votimi të ngritura në Bashkinë Kavaj janë thirrur të votojnë 61.750 zgjedhës. Zgjedhjet e parakohshme për kryetar të Bashkisë Kavaj do të zhvillohen pas shkarkimit të ish drejtuesit Elvis Roshi për shkak të ligjit për dekriminalizimin.